Sahih al-Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Imam Bukhari, Allah pas më shëruar në vazhdim të nën kapitullit bërja me kokë apo me dorë, cek edhe një hadith tjetër nga Asmaja radiallahu anha, hadithin e 76 me radhë, që mund të titullohet bërja me kokë duke qenë në namaz. عن أسماء قالت أتيت عائشة وهي تصلي فقلت ما شأن الناس؟ فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام، فقالت سبحان الله. قلت آية؟ فأشارت برأسها أي نعم. فقمت حتى علاني الغشي فجعلت أصب على رأسي الماء، فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم قال ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيت في مقام هذا حتى الجنة والنار، فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا لا أدري أي ذلك. قالت أسماء من فتنة المسيح الدجال. يقال ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري بأيدهما. قالت أسماء فيقول هو محمد هو رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا، هو محمد ثلاثا. فيقال نم صالحا قد علمنا إن كنت لموقنا به. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك. قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. اسمع Allahu qoftë I kënaqur me te, tregon, shkova te Aisha, e cila ishte duke u falur. Shkova te Aisha dhe ajo shkon duke u falë. Dhe I thash Aishës, Aisha namaz. Çfarë ka njerëzit? Çfarë ka bëjnë njerëzit? Ajo bëri me shenjë nga qielli. Shikova jashtë, pash njerëzit në xhami. Ka falshën? Kjo është jashtë kohës namazit. Subhanallah, tha ajo, Aisha. Diçka e zakonishme, ka pyet Aishën prap, Aisha namaz. Ajo pohoj me kokë, po s'ka fol, s'ka bo me kokë. Pas kësaj, tha Esma hyna në namaz dhe fillova më falë, bashkë me muslimat, aper Aishës, derisa ishte gati të më binte të fikët. Andaj e laga ftyrën me ujë, për me largu pak atë plëkshtin, më fresku pak. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pas namazit, do thot Esma, on ngrit, e lavdroj, e falenderoj Allahun fuqiplot, e pastaj tha:
Pejgamberi tash, tregon që ka thonë pejgamberi. Çdo gjë që s'kam pas rast me pa, ndonjëherë më parë, më është shfaqur tani. Çdo gjë çfarë s'kam pas rast me pa, me shiku më parë, më është shfaqur tani në këtë vend. Madje edhe xheneti, edhe xhenami. Më është shfaqur edhe xheneti e xhenami. Pra të që namaz. Më është shpallur. Më është shpallur. I ka shpallur pejgamberit namaz. Se ju të gjithë do të sprovoheni në varret tuaja. Të gjithë. Me sprova. Se sprova e Mesihit Dejjal. Ose diçka të ngjashme me te. Nuk ka qenë sigurt, që experientë të ngjashme me te, nuk ka qenë sigurt transmetuese nga Isma. Do t'i thuhet se cilët prej jush. Në varr tash. Çfarë dinti për këtë? Për pejgamberin. Besimtari do të thotë, ai është Muhamedi, i dërguari i Allahut, na ka ardhur me argumente të qarta dhe me udhëzim. Ai është Rasulullah, pejgamberi i Allahut. Na ka ardhur me argumente të qarta, me udhëzim, me hidajet. Dhe ne ju kemi përgjigjur atij, dhe kemi pasuar atë. Kështu thot besimtari në varr. Ai është Muhamedi, 3 herë përsërit. I thuhet, flaj, qet. Flaj, qet. E di mirë se ke qeni bindur në këtë. Kush e thot me laçit? I thuhet, flaj, qet. Ne dina mirë, se të ke qenë, këta që për thu, ke qeni bindur. Pra e ke besu pejgamberin hak. Ndërka që hipokriti, apo i luhaqmi, të është dushën transmituse nga Ismaja, kur e pysin me laqe për pejgamberin. Nuk di, kur e pysin kush e kë, që ka thu për te, nuk di, thot. Njerëzit i kam dëgju, teksa thëshin diçka. Andaj edhe në thëshët një të ngjanë si ata. Allahu na ruajt. Me kaq përfundon hadithi. Hadithin e transmeton, tham Esma. Dhe tham se kjo është hadithi i parë që cek Imam Buhariu nga ajo, që transmetuse, e gjithsejt ka transmetuar 56 hadithe. Vetëm të Buhariu janë të 18 Allah që të kënaqur me te, me familjen e saj, dhe me të gjithë sahabët, po dhe me neve bashkë me ta. Dhe kjo emër vije për herë të parë në Sahihul Buhari. Andaj, e bëjmë një përshkrim të shkurt, një biografi të shkurt, të kësaj gruaje të quajtur Esma, transmetuese këtij hadithit. Esma është e bia Abu Bekrit. E bia Abu Bekrit. Është motra Aishës. Gruaja e Zubair ibn al-Awamit. Njërit prej 10 të përgëzuarve për xhenet. Nana e Abdullah ibn Zubairit, kalifës e muslimanëve. Pra, një grua e madhe, në një familje shumë të madhe. I gjithë rreth i saj,
nga ana e babës Ebu Bekrit dhe nga ana e burrit Zubairit janë njerëz të mëdhej. Edhe nga baba ka shumë të mëdhej, edhe nga burri ka shumë të mëdhej. Për njerëzve më të mëdhej në historinë e njerëzimit. Esma, pra tha motra Aishës, ka qenë më vjetër se sa Aisha për 10 vite për afërsisht, si që është thamë. Por Aishen nuk e ka pas motër për nane për i babe, e ka pas vetëm për i babe. Ndërsa Abdullah bin Ebu Bekrin e ka pas vëlla edhe për nane edhe për i babe. Esma ka lindur 27 vite para hijretit, para se më shpërngull pejgamberi në Medinë. E ka pranuar Islamin qysh në fillim, konsiderohet e 18 më radhë që ka pranu Islamin prej Mekazëve, ka e në fillim e ka pranu këbi. Kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka qëndrime të mëdha në jetën e sajna. Kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vendosi me u shpërngull për në Medinë, çka bani? Pasi e largoi shokët e vet krejt, shumica absolute, erdhi Meleku Xhebril dhe i tha me ik sante me Ebu Bekrin. Edhe dolën fshehtazi me Ebu Bekrin, e që veç i kishte paralemru pejgamberi me herët Ebu Bekrit, rrigati, sepse ka mundësi që shpejt lëvizim ne. Dhe Ebu Bekri kishte përgatitur devet, dhe pritte çdo çast kur pejgamberi për thëtë, shkum. Dhe një ditë pejgamberi, alayhi salatu wassalam, që shtregon në Aisha, tjetër kont, tjetër hadith atje, se hyni pejgamberi në një kohë pa kohë, ku se kanë prit, dhe i tha dolëm. Dolën shpejt, dhe hikën, mës mi pas kush, edhe shkuan në shpellën e Thaurit, ashtu quajtur që nifet edhe sot në Mekë. Dhe hënën atë në ajtën 3 ditë, e që është ngjarje e njoftun tek muslimat në histori. Këtë ata që din historinë, e din këtë rast, këtë ngjarje se pejgamberi pasi ka dalë prej Mekës në mënyrë të msheftë, nuk ka vazhdu rrugën drejt në Medinë, sepse ka ditë fort mirë që kanë me njek me kaset, kanë me vëzhgu me përcjell gjurët e tina, për më nëzanë, por o msheftë një shpellë të vogël, shumë të vogël, me Ebu Bekrin 3 ditë. Gjatë tyne 3 ditëve, ata doftë me hangër, krejt jashtë qytetit. Ç'kja Esme, e ka qu bukën, babës vetë, edhe pejgamberit, e ka rrezikue jetën e vetë, me pas në zanë ata me kaset, në vend e kishin hytë, e kishin likvidu, se kësh kallëzu ka baba, po ata kishin hytë. Amo kjo është kom njërë të msheftë, e ka qu bukën 3 ditë radhës. Bile shënohet në histori, ceket, dhe këtë kam shënu edhe në librit tim Rruga ndryquar atje, këtë ngjarje, se kur e kanë marrë vesh me kaset, që është rastit kur lidhet me shpërngulljen e pejgamberit që ka ikë pejgamberi natën, pe shtëpisë vetë, dhe kalan Aliun, në shtëpi vetë, ka thonë bëllohë të më teshat mija dhe në mështratën të emërë, kur ata jenë hymrena, e kanë shpëluet qeben, bëllohën, së është Muhamedi, alayhi salatu wasalam, që kanë shtonë ata Muhamedi thashen, por Aliu. Ku shkaj, ka doli. E kanë shkue në shpit për të Ebu Bekrit, se kanë ditë që
Me Ebu Bekrin nuk ndahet pejgamberi. Edhe bam deres, herët me gjës, me del. Po ke din që ata janë. Dhe Abu Jehli, pa një pa dy, ka qenë i madhaj, me zatë prashtë. Ku është? Ku e ki babën? A e thëtë, nuk i di ka shku baba. Edhe ai, pa një pa dy, si ta pret, shopilak, vëthën, ja qëtë, ja gjunë sa atje. Vëthë i kësën asaj. Por, përsa e zani se njën, nuk të reganë. Së të që tjetë, pra, qëndrimi sajnë në këtë periudhë, është shumë i veçantë, andaj dhe është shënuar në histori, dhe kjo ka hyrë në histori, deri në kiamet, si një grua e pathyshme. Edhe kjo se sahabë të tjerë, pas taj bëri hijret për në Medinë. Por, gjatë hijretit ka qenë me barë, 7 zanë. Kur vjenën në Kuba, më rrinë, se Kubaja është para se me hinë Medinë, ka nërë për Mekës, hala par Medinë e lindin Kuba. Radiallahu anha, i lindi Abdullah ibn Zubejri, që është për sahabive më të famshëm. I lindi Abdullah, sahabiu i njohur. Nuk shkën gatë në Medinë, dhe Zubejri, burri vetë, diçka prishet me te, ishte në fjallët, me grune vetë, esme në qikën e Abu Bekrit. Në histori disa varianta, verzione, pse u prish me te, rëndësishme është Zubejri e lëshajkta, pa dash me hinë detaje, sa të mund t'jenë spekulime, ndau, e bënë talak, esmen. Dhe kjo, ka lejtë djallëve, pe i burë, shkejtë djallëve që ka Abdullah. Dhe nejti me te, deri në fund tjetës. Po, shkoj kohë gjatë. Sepse kjo ka jetu shumë. Ka jetu 100 vite. Ka pleqnia, ka fund dijet e saj në është vërbu. Ka hupë të pamurit. Ndënë Zoti, dhe në vitin 73 hijri, pra 73 vjetë mas e shpërngull në Medinë. Djali vetë, Abdullahu, që e lindë rrugës të arë në Medinë, musliman të shpallën kalife në Mekë. Po bëhet një rëmuje madhe, që në histori njifet një fitne, jo e vogël. Një komandant i kalifes atje nga Damasko, i quajtur me emrin Hajjaj, vjen me ushtrit vetë, e rrethon në Mekë, edhe vret djalin e saj. Madje e ka djegë edhe qabën Hajjaj. Ky ka pasur atë Mekës, qytetarët e Mekës, ushtarët e Mekës, po nuk kanë mujtë me mbrojtë sa dohet. Edhe pas një luftimi jo të shkurt, vdesin shumë ushtarë, vdes edhe kë. Nana e vetë prezent. A që fort nana e vetë, anë pse verber. E një rast, djali vetë diçka i thët nanës,
një fjalë, e nona i thot, mos përke qefti më pa unë gjenazë që jem dek. Djala nisë me kesh, tha jo bere, nuk du me dek. Para se me di që ka bëhet me ty. Nëse ki dekën ti, sepse vend të jera luft, fetej se vapën e me ty bëj sabër. Dhe subhanallah, ja pruni Zoti, me varos djallën e vetë, pa pik loti. Ceket në librat historisë, se djallën e vetë Abdullahu, kër o pregadit tash, ishte rrëthu në Mekja, ishen mobilizu njerëzit me mbrojt Mekjen, me mbrojt komandantin e ty në Abdullahun. Kjo vesh i këmishën e hekurit, o pregadit, e morë shpatën, armën që kishte, edhe shke me përqafu nanën e vetë, që ta jesme, kje verber. Edhe kje përqafën djallën e vetë, e të prejkë për sheqe, se ka vish hekurin, që po të vinë, o bira kjo. Që po të vinë, trimave si vinë kjo. Edhe kësë në bërën për i dike, o bira. Se duket Abdullahi mërzit, apo tot në ashta, që po desë. Po kjo i tha, o birë. Delja kur të vdesë, nuk e një dhimbje në karije për të. E që ka dilë për para në luft. E s'dilë. Dole a i dhe vdeqë. Para nanës vetë. Edhe kjo pikloti. E kapi Hagjaji këta pasaj në zanë i rabë. Edhe pja kesh djallën e vetë, për thotë kështë kjo tash ati pi drejtohet. Dhe ti jo, pasha Allah, nuk ka qashtu, që pa thote, se djali jem ka qenë qawamun, sawamun, djali jem këta natën falë të namaz. Ka qenë namaz leja edhe natën ka falë namaz djali jem, nuk ka kanë që pa thote, që shje ti e kriminal, jo djali jem. Sa e begi për kërënut Hagjaji që në kumrani njëri që është kriminal, edhe jo, pasha Allahën, jo, djali jam, ka qenë namazle. Namazle edhe natën ka falë namaz, se për namazle ata nuk ka diskutu namazle pas ko namaz, po natën. Djali jam ka gjeru shumë na file, po ti e kriminal. Dënë Zotin një dhe të ditë, nuk shkanë ma shumë, pe që avratën djalin, irë dhe gjeli dëqe dhe ismeja. Thuhet për te, pra thash ka hetu 100 vjetë, as një dhëm ra nuk i ka. As një heqë. Syti kanë hupë, po të pamurit, dhëm mi ra heqë, e këthjel, sa të dush, as nuk o të rëbëllu nga mendja, as si kanë ra dhëm, vetëm pse që ata të pamur që i ka humbë. Erdhe vdekja dhe vdekja shkoj Esma, motra e Aishës radiallahu anha. Kjo është shkurtimisht për te, që e thamë, për ndryshe ka shumë gjëra që në cekur. Për shembull ndërto, pejgamberi ka thamë, kjo hyje të baba i vetë, kër kam pejgamberi të bisedu me te, o hyje që plutë. E pejgamberi ka një Esma, tash i rrit. E që nuk kupton një hinë moshën madhore, i rrit tash. Nuk bën më të dukë për pas kësajna dhe kësajna. Për pas kësajna dhe kësajna. Nuk bën më të dukë, masha. E tani, kjo hadith, se mirët edhe argument për mbulesën e femrave, pa ashtu mirët argument se mbulesa e femrave kërkohet jetë kej trupin e sajna, për pas fetyres
dhe shëplakave të duarve. Së dhe që tjeta e shtim tjetër, po është lidhët me këtë temën, radiallahu anha, Allah që të kënaqur me te, kjo është biografia e kësaj gruaje, e cila konsiderohet për grave të mëdha, që janë të shënuara në histori dhe kanë lanë në gjuhë histori. Ta në zgjatëm pak për këtë grua, në komentin e saj, në biografinë e saj, andaj për komentin e hadithit, për lojmë nesër, për mësë më juve, ma gjatë, sepse për hadith, kemi me folur, po ka që gati, sa falëm për biografinë e Esmas. Allahu i rujt, wassalamu alaikum wa rahmatullah. صحيح البخاري